Mungesën e modestisë, po për shqetësimin që kam, së bashku me shumë njerëz të tjerë, kam qenë në krye të punëve për bërjen e 60% të sallave që ka sot kryeqytet. 60% mbajnë vullën e ekipeve që kam formuar. Ndërtuar, po. Unë nuk i prek do të sallat, i prek me shumë vështirësi. Do të thënë, nuk ka sallë në 11 të natës të mbërë, duhet jenë të hapur për prodha. Duhet jenë, më kam shkuar të teatër Metropolit, duhet i tërgoja njëri sallën Shakespeare, kam pritur 20 minuta të dera. Nuk ka të bëj, do prisja edhe 2 ditë, edhe 3 ditë. Deri sa ta merr të vesh kryetari i bashkisë, edhe kryeministri që jam të dera e teatrit duhet i tërgoj diku. Të futem të sallë të tërgoj kujt të dua. Nëse ata e kanë të nevojshme, jam gati të pres bilet, po jo të dera. Paradoks shumë i madh. Janë njerëz që drejtojnë teatrin, si mund të realizojnë shfaqje, si mund të realizojnë mesazhe të mëdha. Si mund t'i afrohesh Shakespeare-it kur ke të tillë mentalitet.